Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku çudit botën, digjni një gjethe dafine në shtëpi dhe nuk do vuani më nga ky problem. Zakonisht ne përdorim bimët dhe erdha të ndryshme për të shijuar ushqimet, pa menduar se këta përbërës kuzhine mund të përdoren edhe për qëllime të tjera. Një rast i tillë është për shembull përdorimi i gjetheve të dafinës. Përveç rolit që luajnë në përmirësimin e shijes së gatimeve të ndryshme, gjethet e dafinës përmbajnë shumë vlera të dobishme për shëndetin, si për shembull veti antiseptike, antiinflamatore dhe antioksiduese. Janë po ashtu një burim i rëndësishëm i vitaminës A, i vitaminës B, vitaminës C dhe acidit folik. Nuk është për të nënvlerësuar edhe përmbajtja e mineraleve që përmbajnë si kaliumi, bakri, kalciumi, mangani, hekuri dhe seleni, zinku, gjithashtu edhe magnezi. Jemi të sigurt se shumë prej jush nuk e dinë se aroma e veçantë dhe e dallueshme e gjetheve të dafinës ka një efekt tepërqetësues në trupin e njeriut. Kjo është një arsye pse përbërësit gjërësisht gjenden edhe në gatimet tuaja. Përveç kësaj besohet se gjethet e dafinës mund të mbështesin edhe trajtimin e epilepsisë. Për të marrë përfitime shëndetësore të tyre, mund të ndizni lehtë dhe me kujdes në një tas rezistent ndaj nxehtësisë dhe të lini që aroma të përhapet ngadalë nëpër shtëpi. Djegja e gjetheve të dafinës është shumë e dobishme për të relaksuar muskujt dhe për të qetësuar mendjen dhe për të përmirësuar gjithashtu gjendjen shpirtërore. Gjethet e dafinës janë gjithashtu një nga mënyrat më të fuqishme kundër furtarës së zezë. Nëse insektet kanë pushtuar kuzhinën ose oborin tuaj, përdorimi i gjetheve të dafinës në këtë mënyrë do të shërbejë për t'i zbrapsur ato. Pra keni nevojë të ndisni gjethet e dafinës, sidomos në ambientet e shtëpisë ku keni parë edhe furtarën e zezë. Kështu do ta mbani atë larg dhe do të siguroni një zgjidhje më të mirë për shëndetin tuaj. Dafina është një bimë që përdoren në kuzhinë për t'i dhënë aromë gatimeve. Megjithatë, falë vlerave të saj terapeutike, dafina është përdorur gjithashtu në mjekësinë tradicionale. Dafina ka fuqi detoksifikuese, antivirale, antioksidues dhe vlera të rëndësishme të cilat ndihmojnë në lehtësimin dhe mbështetjen e proceseve trece në trajtimin e problemeve si gripi, ftohja, dhimbja e stomakut dhe të ngjashme me to. Përveç përdorimeve në gatime në mjekësi natyrore, dafina është konsideruar nga qytetërimet e lashta si një fabrikë e shenjtë e simbolit të lavdisë pushtetit, të cilat ju atribuan gjithashtu edhe fuqi mistike dhe magjike. Ajo mund të konsumohet si çaj ose në prodhimet e kremrave. Një tjetër mënyrë e thjeshtë për të shijuar vlerat e saj është përmes djegjeve. Duke djegur gjethet e dafinës do të lëshoni vajra esenciale të cilat kanë efekte qetësuese për trupin dhe për mendjen. Ato janë të dobishme në zvogëlimin e ankthit, stresit, pagjumësisë dhe lodhjeve kronike. Djegja e disa gjetheve të thata të paktën 10 minuta mjafton që të përfitoni vlerat e saj. Mos i harroni t'i ndiqni në mënyrë të sigurt duke përdorur një enë mjaft të madhe që është gjithashtu edhe rezistente ndaj nxehtësisë. Dafina është konsideruar një bimë e shenjtë prej mijëra vitesh. Përveç efekteve shëruese, ajo ka edhe përdorime të tjera. Ndoshta nuk e dini, por gjethet e dafinës konsiderohen hajmali e fuqishme, kjo pasi besohet se lidhen me mirëqenien financiare dhe tërheqjen e parave sipas Feng Shui. Për të pasur gjithmonë para në portofolin tuaj, duhet të vendosni një gjethe të vogël dafine në të. Në një xhep të fshehtë, kjo do të tërheqë kartmonedhat e reja. Vendosni një gjethe dafine në vendin ku mbani para. Ky ritual do të ndihmojë në përshpejtimin e rritjes së pasurive. Nëse do të shikonit edhe një rëndësi më të mirë dhe shkoni në takime të rëndësishme dhe veçanërisht ato që kanë të bëjnë me financat tuaja, duhet të mbani në dorë ose në xhep një gjethe dafine aromatike. Do t'ju japë besim dhe do të sjellë lumturi. Kur ëna është e re, shkruani një dëshirë në gjethet e dafinës dhe përpiquni të mos e dëmtoni atë në atë rast. E vendosjeni këtë gjethe në një vend të fshehtë më parë dhe kur ëna të jetë plot, digjeni atë. Hidhni hirin jashtë dhe prisni që ëndrat tuaja të realizohen më shpejt. Kur të mbushet hëna, skuqni gjethet e dafinës në një tigan në zjarr të ulët. Për të rritur aromën, këshillohet që gjethet i spërkatni lehtë me vaj ulliri. Kur përmbajtja e tiganit të nuhas, e fikni sobën dhe e lini erën të hyjë në të gjitha dhomat tuaja dhe sipas Feng Shui kjo do të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të shtuar prosperitetin për ju.
Gjethet e dafinës mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë, jo vetëm për aspektet e ritualeve të ndryshme, por gjithashtu edhe në aspektin tuaj shëndetësor. Falë elementëve ushqyes që ato i përmbajnë me shumicë, gjethet e dafinës mund të futen edhe në një zgjidhje më të mirë në dobi të organizmit. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë trupit. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore dhe në trajtimin dhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Një recetë e vjetër që përdoret për lehtësimin e stomakut dhe urthit gjithashtu. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe dafine të thatë të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. Përzjeni bashkë hidhin në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë, duhet të lini enën të mbulohet për 20 minuta dhe më pas e kulloni. E ëmbëlsoni ato me mjaltë dhe konsumoni 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta të sistemit tretës duke nxitur urinimin dhe si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në trupin tuaj. Dafina stimulon të vjellat në rast se mund të jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjeteve të dafinës ndihmon me tretjen, qetëson stomakun dhe zorrën e trash. Vaji i gjeteve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk hasni avullin e gjeteve të zjera të dafinës, do të ndiheni më mirë. Përmirëson shëndetin e lëkurës. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e lëkurës dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagni gjethet me ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurat e thata. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin tuaj të lëkurës, duke sjellë më shumë përfitime edhe për shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Janë të mira gjithashtu kundër ankthit dhe kundër problemeve tuaja të stresit. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj linalool, një substancë që ul hormonin e stresit dhe organizmin. Hormonet e stresit çlirohen në një periudhë afatgjatë dhe janë të dëmshme për trupin. Ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin në momenteve më stresuese. Gjethet e dafinës kanë ndikime të drejtpërdrejta në lehtësimin e luhatjeve të sheqerit dhe konsumi i rregullt i tyre ul gjasat e shfaqjes së episodeve të diabetit. Gjethet e dafinës vijnë nga familja Lauris nobilis, vendlindja e të cilës është mesdheu. Kjo bimë ynore është e pasur me vitaminën C, vitaminën B dhe vitaminën A. Ky e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetitë e saj mbrojtëse për shikimin, por edhe për mbrojtjen e mushkërive. Dafina ka në përmbajtjen e saj nivele të mira të mineraleve si bakri, potasi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi. Potasi ndihmon në mbajtjen në kontroll të rrahjeve të zemrës dhe të tensionit. Hekuri është elbësor për prodhimin e qelizave të kuqe. Gjethet e dafinës kanë impakt të fortë në sistemin tretës të diabetikëve dhe ulin nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjethetve ndihmon gjithashtu në tretje dhe qetëson stomakun e trazuar dhe zorrët. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të ndihmuar në problemet e frymëmarrjes. Nëse keni mundësi të përdorni vaj, mjafton të zjeni në ujë në dafinë dhe të shfrytëzoni avullin që ju ndihmon të eliminoni bakteriet të dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini ato me ujë dhe fërkoni lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurat e thata. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritime në zonat e caktuara që mund të jenë të prekur nga inflamacione dhe kështu mund të sjellin lehtësime të duhura që u vinë në ndihmë shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë